Një ngjarje besoj e rëndësishme ka ndodhur në vendin tonë. Është lidhur me krimin dhe me policinë. Forcat e Renea prej mëngjesit kanë rrethuar një banesë në fshatin e Orosh të Fusharzit, një banesë ku dyshohet se fshiheshin 2 persona me rrezikshmëri tepër të lartë. Njëri prej tyre mendohet se është Hamza Uka. Hamza Uka është emri kryesori i tij, por përdoret disa emra. Në fakt, Lala më konsideron që në këto momente ata janë vedorzuar, momentet që ne po flasim. Pra, për këtë do të flasim minutat e para dhe mua do të më ndihmoj Klodiana Lala dhe Ferdinand Dervishi, Lala në lidhje direkte dhe Ferdinand Dervishi në studion 2 do të më ndihmojnë për këtë ngjarje. Lala, çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë moment që ti sapo më njoftove që ata janë vedorzuar? Mirëmbrëma zoti Rakipi, vetëm pak minuta më parë janë vedorzuar tek forcat Renea 2 persona të cilët që në orët e para të mëngjesit të sotëm kanë qëndruar të ngujuar në një banesë në fshatin Orosh, njësia administrative Qafe Malit, bashkia Fusharrës. Është negociuar për orë me radhë nga forcat Renea, por edhe forcat e policisë së shtetit, dhe vetëm me ndërhyrjen e familjarëve të 2 personave të dyshuar dhe konkretisht të Julian Cumrakut, ata kanë vendosur të vedorzohen, pra të ulin armët dhe të vedorzohen tek forcat speciale. Për të sqaruar për opinionin publik, Julian Cumraku dhe Hamza Uka, paktën kështu identifikohet personi i dytë, ndjekës të 2 meprirje radikale, ndjekës të besimit fetar musliman, por që meprirje radikale janë ngujuar që në orët e para të mëngjesit të ditën së sotme në një banesë në zonën e, sikur se thash, fshatit Orosh, njësia administrative Qaf Mali, është një zonë mjaft e thellë dhe malore dhe kemi patur problematika edhe për të kontaktuar me punonjësit e policisë dhe familjarët e tyre për shkak se në zonën ku ndodhte ngjarja nuk kishte asfalt të telefonit, dhe fillimisht ka qenë policia e Shkodrës dhe komisariati i Pukës që është vënë në dieni dhe janë njoftuar rreth mesditës forca speciale Renea për të nisur nga Tirana në drejtim të fshatit Orosh. Për gati 6 orë forcat Renea kanë negociuar, por nuk kanë arritur ta bindin Julian Cumrakun të vedorzohej, pra dhe të mos qëllonte me armë në drejtim të forcave të policisë. Rreth orës 18 të ditës së sotme në fshatin Orosh është shoqëruar nga forcat e policisë vëllai i tij, i cili ka negociuar më pas për afro gati 2 orë e gjysmë dhe i ka bindur të vllajin të vedorzohet. Ndërkohë që ka mbritur sipas të dhënave policore, edhe pse ngjarja është duke u zhvilluar dhe sërish kemi problematika për të lidhur me zyrtarët e policisë, kanë negociuar edhe familjarët të Hamza Ukës, i cili ka dhe emra të tjerë, por përpara policisë është vetë identifikuar me këtë emër dhe unë ju kam vënë një foto të tij në dispozicion, dyshohet që të jetë një person me prirje radikale, banon në zonën e Kamzës, ndërkohë që personi tjetër Julian Cumraku banon në zonën e Laprakës bashkë me familjen e tij. Në këto momente që ne flasim është konfirmuar nga zyrtarët e Reneas që është duke ushtruar kontroll me qenë anti-eksploziv dhe anti-minë në ambientet e banesës në fshatin Orosh, ku ata kanë qëndruar të ngujuar për orë me radhë, duke bërë edhe thirrje që konsiderohen thirrje terroriste, dhe në këto momente pritet që ata të shoqërohen në drejtim fillimisht të policisë së Shkodrës dhe më pas antiterrori me gjitha gjasat do të shoqërojë për në Tiranë, ku edhe do të merren në pyetje për të shpjeguar edhe ndërmarrjen e tyre pse ishin të armatosur, ku do shkonin, pse zgjodhen pikërisht fshatin Orosh për të ngujuar dhe çështje tjera. Nuk kemi ende informacion nëse janë gjetur lëndë eksplozive apo sende të tjera të paligjshme, sepse aksioni në këto momente është duke vijuar, pra janë momentet e para ku 2 personat janë vedorzuar. Dervishi, për të shtuar ndonjë gjë? Po, atëherë gjithë kjo ndërmarrje e madhe që është shuar Renea atje, janë shuar forca pafund, është për shkak sepse dyshohej dhe ende nuk e dim nëse bëhet fjalë fiks një nga 2 personat e dorëzuar tashmë, që është pikërisht ky që quhet, ka disa emra, por është gjykuar nga krimet e rënda me emrin Erzen Uka. Erzen Uka, tani ka një gjë. Hamza Uka, apo jo? Një sekond, Erzen Uka. Hamza është një emër që e përdorin përgjithsisht këto që kanë përqafuar ISIS-in e tjera, ose kanë shkuar, kanë luftuar e tjera, pra që janë, si thuash,
kanë lidhje me këtë pjesë për arsye se në gjuhën arabe Hamza do më thënë Luan, i fort dhe i palkundër. Pra është një gjë që ja vën emrin vetes ose ja vën të tjerët. Tani, nëse gjithmonë jemi të njëjti person, pra sepse nuk e dim fikse se sa pra personat dy që janë dorëzuar janë ata apo jo, pra ky dyti sepse ai Juliani edhe mund të jetë dhe nuk është ky i rëndësishmi është Erzeni. Pse është i rëndësishëm Erzeni? Ky person është arrestuar në 12 dhjetor 2019 nga krimet e rënda, i akuzuar për terrorizëm dhe është evidentuar si element me prirje radikale ekstremiste dhe njeri që e para njerë ka qenë komando i ushtrisë shqiptare në Afganistan. Dhe si duket andej është islamizuar. Nuk e di, është shumë e çuditshme kjo pjesë, pra edhe të vesh atje në kuadër, pra të godat për ta goditur, si thua, terrorin dhe të kthehesh në një njeri që e pëlqen atë gjë, duket pak e habitshme. Dhe ky person, pra kur është arrestuar në bazë të disa videove të tij të gjetura në YouTube, ku ky mësonte fëmijët e vet me këto, si thua, të sillesin si këto terroristët, pra sikur po i stërviste për të pjesë. Po gjithashtu janë vënë re sjellje të ngjashme për të rekrutuar elementë të tjerë dhe sigurisht ky është mbrojtur, ky ka thënë që ato çfarë shikoni ju se çfarë bëj unë me fëmijët e mi janë punë të mia private etj. Gjithsesi, ai është dënuar 3 vjet burg. Ajo që është më rënda... është dënuar 3 vjet burg në Shqipëri? Po, në 2019. I ka kryer? I ka bërë. Tani, ajo që është më rënda në këtë pjesë është që ky publikisht në gjyq, në sallën e gjyqit, ka kërcënuar gjyqtarin e krimeve të rënda Bib Ndreca dhe prokurorin Eugen Beçi. Dhe jo vetëm i ka kërcënuar ky nominalisht që pasi të dalë unë do di unë çfarë të bëj, por kanë pasur të dhëna që ka fut dhe personat të tjerë që mund ta bënin këtë gjë nga jashtë, njerëz që i bindeshin atij. Pra e gjithë me sa kuptova unë, pra gjithmonë nëse jemi te i njëjti person, gjithmonë sepse ka shumë të ngjarë, mund të jetë dhe një njeri i tij, mund të jetë një njeri me të njëjtin mbiemër, mund të jetë një. Po nëse është ai, pra në çastet e fundit tha Lala ai është dorëzuar. Është dorëzuar pikërisht tani. Por ne emrin e kemi Arben. Ai përdor disa emra. Po, përdor, nëse pra gjithmonë antiterrori dhe por emrin Luan, do me thënë Hamza, si që the ti, si që përdojmë dhe ne Luan këtu. I gjithë aksioni është bërë duke menduar se është ky njeriu brenda te shtëpia. I gjithë aksioni për këtë njeri është bërë. Pra, ky njeri, me sa po kuptoj unë, është ndër personat më të vëzhguar, më të survejuar nga antiterrori shqiptar për problemet që ka paraqitur dhe për lidhjet që ka dhe për mënyrën se si funksionon. Kjo është e gjithë historia. Lala, kemi në një, apo të përfundojmë këtu? Atëherë, ja, me 2 fjali, zoti Rakipi, personi cili është vetëdorëzuar, është identifikuar si Hamza Uka dhe ka pretenduar që ka dhe emra të tjerë të cilat i mban për shkak të besimit të tij fetar sikurse pretendon. Nga antiterrori më është konfirmuar që është personi i cili është nën vëzhgim prej disa kohësh nga kjo strukturë, ndërkohë që nga ana tjetër, ata kanë vëzhguar edhe rrjetin e tij social Facebook, të cilin unë e kam hapur vetëm pak më parë, ku shpërndan kryesisht thirrje ekstremiste radikale dhe shpërndan shumë thirrje që kanë të bëjnë me luftën në Siri apo hoxhallar të ndryshëm të cilët bëjnë thirrje ekstremiste. Megjithatë, policia pasi ta identifikoj, sepse duhet identifikuar përmes shenjave të gishtrimve, do të ketë edhe një të dhënë lidhur me identitetin e tij të saktë, por paraprakisht bëhet fjalë për ish-komandon, pra këto dyshime ka prokuroria dhe policia, sepse përgjatë orëve të tëra, bashkë me Julian Cumrakun i kanë kërcënuar policinë se do të çellonin ndaj tyre, nuk pranonin të vetëdorëzoheshin dhe kanë krijuar një terror të jashtëzakonshëm. Kështu që do duhet të presim, por paraprakisht thuhet dhe fotoja që unë ju kam dërguar është pikërisht fotoja që është shpërndar nga punëtorët e policisë dhe tek forcat të Renea, i identifikuar si Hamza Uka dhe që ka dyshime të forta për përfshirje në vepra penale ose në vepra me natyrë terroriste. Megjithatë, në orët në vijim mund të kemi sqarimet të shumë situatave dhe të gjithë ngjarjes se çfarë ka ndodhur. Lala, të falenderoj shumë për ndihmën në fillimit të këtij emisioni, Dervishi gjithashtu.